Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Nëse keni biskota dhe banane, ejeni të përgatisim së bashku këtë ëmbëlsirë të jetë të lehtë dhe të shpejtë. Rolat pa pjekje që mund të përgatitet nga secili prej jush. Nëse ju pëlqejnë recetat tona, mund të abonoheni në kanal duke shtypur butonin subscribe. Gjithashtu mund të aktivizoni dhe zilën për të njoftuar për videot e reja. Në një tas shtojmë 450 gram biskota të bluara të dëshirës tuaj. Një lugë gjelle me sheqer pluhur, kjo është opsionale. Në varësi se sa të ëmbla janë biskotat që do përdorni. Një banane mesatare, pa lëvorën peshonte diku te 110 gram. Do vazhdojmë duke e shtypur me pirun si në video, derisa të bëhet pure, pra të kthehet në një masë kremoze. E shtojmë brenda në tas së bashku me biskotat, 100 gram me gjalp të shkrir, lope ose margarin, 70 ml me qumësht ose 7 lugë gjelle. Do vazhdojmë duke e përzier mirë derisa të laget biskota dhe të krijojmë një brumë të butë prej biskote. Nëse keni dëshirë të ketë ngjyrë çokolate, mund të shtoni gjithashtu një lugë gjys gjelle me kakao dhe ta përzieni mirë. Dhe pasi që kemi gati, në banakun e punës shtrojmë një letër për pjekje. Si fillim do bëjmë gati 2 banane. Pasi kemi larguar lëvoret, do i shtrydhim pak lëng limoni, derisa të lagen mirë nga jashtë. Në këtë mënyrë krijohet një shtresë që nuk i lë bananet të nxihen. I drejtojmë dhe pak bananet, le të thyen pak, nuk ka problem. Duhet të jenë pak të drejta që t'i mbështjellim role. Mbi të letrës për pjekje do të vendosim dhe nailon foli. Hedhim sipër brumin e biskotës që kemi përgatitur. Do vazhdojmë duke e hapur me dorë, me lugë ose me ndihmën e një shpatulle. Si ta keni juve më të lehtë. Do e hapim në formën e një drejtkëndori. Do të mundohemi ta hapim në mënyrë të barabartë. Do të vendosim dhe bananet si në video, duke i përshtatur, nëse është e nevojshme do t'i prisni. Do të vazhdojmë me ndihmën e nailon folit duke i mbështjellur në role. Do e shtrëngoni pak me kujdes që mos të jetë e lirshme. E mbyllim në këtë mënyrë dhe nga ana tjetër dhe e rrotullojmë duke e mbështjellë. Pasi që kemi mbështjellë, do vazhdojmë duke i dhënë formën që dëshirojmë. Që të qëndrojë drejt, mund ta vendosni në një tepsi dhe do e vendosim në ngrirje për diku 3 orë. Nuk do ngrihet gjatë këtyre 3 orëve, por do ftohet ashtu siç duhet. Pasi ta kemi gati, do të shkrijmë 100 gram me çokoladë ose kuverturë. Një lugë gjelle, vaj lule dielli ose misri. Pas 3 orësh në ngrirje kemi gati. Nuk është ngrirë, mos keni hiç merak, por është ftohur ashtu siç duhet. Me kujdes e vendosim në një pjatë. E kam shkrirë çokoladën në mikrovalë. Mund ta shkrini si të keni mundësi. Vendoseni tasin mbi një tenxhere me ujë të nxehtë. Vetëm duhet të bëni kujdes mos të bjerë as edhe një pikë uji, se përndryshe çokolada forcohet dhe ngrin. Sipër kam vendosur disa arra, mund të jenë dhe bajame sipas dëshirës. E hedhim avash avash duke e hapur në këtë mënyrë çokoladën. Nëse dëshironi mund ta mbuloni plotësisht me çokoladë ose siç e kam bërë në video. Do e lëm për 5 minuta që çokolada të fillojë të ngrijë. Pasi ëmbëlsira është e ftohtë, çokolada do ngrihet shumë shpejt. Dhe ja, për dashur miq, përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbar dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.